Presidenti i SBA-s Donald Trump ka bërtetituar se do të kërkojë agjencive federale të nisin procesin e identifikimit të publikimit të dosjeve të sekretin që lidhen me jetën jashtëtoksore dhe ashtu të quajtur fenomen ajror të paidentifikuar. Njoftimi u publikua përmes platformës së tij Truth Social duke theksuar nevojën për më shumë transparencë te publikut amerikan. Deklarata e tij erdhi pasi ish-presidenti Barack Obama, që në një intervistë u shpreh se pikpamja shkencor është e mundshme që jeta të ekzistojë diku tjetër në univers, por shtoi se nuk ka parë prova për kontakte me jashtëtoksor dhe nuk ekzistojnë struktura sekrete që fshehin alienët. Trump insistoi këtë qëndrim si të gabuar, por nga ana tjetër pranoi se nuk ka një bindje të prerë për ekzistencën e alienëve. Ai theksoi se interesi i publikut është më i madh se sa qeveria duhet të hapë dokumente për çdo informacion që lidhet me UFO-t në mënyrë që të shmang spekulime dhe teori konspirative. Interesi për këtë temë është tuar ndjeshëm vitet e fundit në SBA, veçanërisht pas raportimeve për programe hetimore të Pentagonit që kanë analizuar dëshmi dhe pamje të objekteve fluturuese të paidentifikuara. Megjithatë, deri më tani autoritetet nuk kanë konfirmuar prova për praninë e jetës jashtëtoksore.